Vërtet ata që thanë, Zoti ynë është Allahu, pastaj qëndruan të palëkundur në këtë rrugë, tek ata zbresin me lajket duke u thënë, mos keni frikë dhe mos u piklloni, por gëzohuni me xhenetin që ju është premtuar. Imam Ibn Rajab al-Hanbali, Allahu e mëshiroft, ka thënë, ky përgëzim i jepet besimtarit në çastin e vdekjes së tij, në varrin e tij dhe në ditën kur do të ringjallet. Madje edhe kur hyn në xhenet, lumturia e këtij përgëzimi nuk largohet nga zemra e tij. Nga Aisha radhiyallahu anha transmetohet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e do takimin me Allahun, Allahu e do takimin me të. E kush e urren takimin me Allahun, Allahu e urren takimin me të. Aisha radhiyallahu anha thot, unë e pyeta, o i dërguari i Allahut, a është kjo urrejtja ndaj vdekjes, sepse të gjithë ne e urrejmë vdekjen. Ai tha, nuk është ashtu, pra nuk është vetëm urrejtja e vdekjes, por besimtari kur përgëzohet me mëshirën e Allahut, me kënaqësinë e tij dhe me xhenetin e tij, e do takimin me Allahun dhe Allahu e do takimin me të. Ndërsa jo besimtari kur përgëzohet me dënimin dhe zemrimin e Allahut, e urren takimin me Allahun dhe Allahu e urren takimin me të. Hadith muttafaqun alayhi.